Në Kurbin, prej disa ditësh kanë nisur punimet për rehabilitimin e kanalit ujitës U15 në një gjatësi prej 11 kilometrash. Ky investim pritet të ketë një ndikim të madh në përmirësimin e infrastrukturës bujqësore të zonës. Përmes këtij projekti, do të përmirësohet ndjeshëm ujitja për mbi 1000 hektar tokë bujqësore, duke mbështetur fermerët gjatë sezonit të pranverës dhe verës. Kjo do të sjellë një rritje të rendimentit dhe përmirësimit të cilësisë së prodhimit bujqësor në këtë zonë. Ky projekt është pjesë e një programi më të gjerë investimesh në fushën e ujitjes, kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytjet, me një vlerë totale që arrin në $270 milion. Krahasuar me një vit më parë, sipërfaqja e tokës së ujitshme është dyfishuar, nga 120.000 hektar në 270.000 hektar. Objektivi për vitin 2025 është arritja e ujitjes 100% të tokave bujqësore, duke sjellë një transformim të qëndrueshëm për bujqësinë dhe sigurim më të lartë për zonat e rrezikuara nga përmbytjet. Ky investim përbën një mbështetje të drejtpërdrejtë për fermerët e Kurbinit, duke garantuar furnizim të qëndrueshëm me ujë për tokat e tyre dhe duke ndihmuar në zhvillimin ekonomik të zonës.